Kefiri pH-ja, neutralizohet, edhe është një përparësi shumë e madhe që ndikon edhe ata persona që kanë problem me thartirë në lëkt ose aciditet, është përparësi që mujnë me përdor pa problem kefirin, se zakonisht e dim që produktet e qumshtit në përgjithësi dinjmi acaru pak ma shumë, që në këtë rast kefiri është ideal. Bëhet si forma e jogurtit, edhe është pak sa ma shumë që rrinë, thartësohet ma shumë, po ajo thartësi për shembull mundet mu neutralizu, për shembull mu mishtu frutat ndryshme, si për shembull bananën, mu mishtu pak kanell, mu mishtu mjalt, fara chia, fara lirë. Për shembull, sidomos kur kombinohet me fara chia dhe fara lirë, i marrin ato ujin e tepërt, e absorbojnë ato për mu bëmy, edhe bëhet një produkt ideal, sidomos edhe për shkrirjen e yndyrnave të tepërta, për ata që kanë probleme me metabolizëm, rregullon metabolizmin, fillon procesin e shkrirjes së yndyrnave,